për me zgjedh presidentin, na takon të gjithve, sepse ne nuk i kemi numrat për me zgjedh presidentin. Ne e kemi vullnetin, nëse e keni edhe ju vullnetin, këtë gjë mund ta bëjmë me lehtësi. Arber, nëse... Po. Pa mera. Ma qet një kafe për ato 20 sekunda. Në rregull. Arber, sakt. 66 deputet që i keni si koalicion qeverisës nuk janë 80. Kjo nuk kupton që as 15 të LDK-s nuk janë 80. Por as të PDK-s nuk janë 80, as të AK-s nuk janë 80. Pra prandaj dhe si LDK kemi insistuar në fillim. Hajde ta ndërtojmë një konsensus të gjerë ku përfshihemi të gjitha partitë politike dhe e gjejmë një kandidat që na përfaqëson të gjithëve. Që në fillim zoti Kurti nuk ka shpreh vullnet që të takoj njëra nga partitë parlamentare. Pra AK-n ka vendosur mos të takoj fare. Jo tregoj arsye. Nuk e nevoja se mi tregu, po du me thonë që në momentin që ti fillon dhe bëhesh selektiv, pra nën kupton që nuk ke vullnet për ndërtu konsensus gjithë përfshirës për t'i përfshi gjitha partitë politike. Në rregull, siç the ti, është legjitime, zoti Kurti ka të drejtën të vendosë me cilat parti dëshiron të ndërtoj konsensuse me cilat jo.